Ka qenë, a mundesh pak me na tregu edhe a ka ndodhur bullizimi në atë kohë? Tu e pas parasysh që sot nëse e shohin një fëmijë me patika jo origjinal, për marr shembull, zakonisht thonë mos rri me neve se nuk i ki kështu ose gjithmonë bullizohen. Në atë kohë a ka ndodhur kështu? Në atë kohë ka pas ma pak, me thonë, se sot bullizohen pak ma tepër, ndërsa në atë kohë kanë qenë rastet izolume, shumë rastet tralla, që me ndërhyrjen... Po, me ndërhyrjen në mësimdhënësve, edhe atëherë kanë ndiku domon që zhdukën këtu sa ma shumë, edhe mos përdoret mes nxënësve është fjala, kur ka pas një nxënës, kështu se normal që unë e di një rast për shembull kur një nxënës në kohë qershori ishte ardhur me themi kështu me të madhna dimnit. Në ata që kuptoj shumë për shka është arsyeja, ata nxënësit pak a shumë dikush mund ta shikonte, t'ja dhonte një veshtrim. Na kishim ato parasysh, sepse na duhet t'i përcjellëm gjendjen në psikologjinë e fëmijëve, edhe na kështu ato gjithmonë nuk e kena lënë më arteta joja për me bulizu ose me nënçmua nxënës edhe ai tash me një varfëri ose një skajshmëri ose një i përjashtuar nga shokët e shoqet, por na gjithmonë kena pas ato metoda që t'i zhdukum ato gjanat, tase t'jem sa ma kompakte, sa ma sinqert njëri me tjetrin. Po. Çfarë këshille i kisha jep ti rinisë sot? Cila është këshilla jote? Rinisë sot i kisha dhënë këshilla, ata që kanë shkollë mos t'jekin dorë kur për shkollimit, edhe të lexojnë, sa ma shumë të lexojnë, sepse leximi e bët vetëm. Mos mendon dikush që më thonë se sot kemi gati ma shumë kriju se sa lexues. Edhe kur ma shumë nuk ka pas libra, po kur ma pak s'ka pas lexues. Libra plot, po lexues pak. Po është një fatmirësi e madhe këtë që edhe pse ndoshta lexohet pak, libra s'po ndalen. Edhe pse teknologjia ka avansue, libra s'po ndalen. Po botohen me qindra, mijëra vite nga çdo krijues që ka vullnet me shpreh diçka. Edhe jam për ato që let krijojnë. Ashtu sa të mujnë, mendimin e tjerëve, sepse janë ata që i redaktojnë, i lektorojnë, mirë recenzimin që e bojnë, po mos ndalen, se pi libra nuk ka asgjë të keqe. Edhe pse ka shumë për shembull se botohen shumë, se po flitet, po botohen shumë, let botohen. Nuk ka diçka të keqe. Pi librit s'ka të keqe, kur jo vetëm çka ka të mira. Atëherë edhe ai që mendon me kriju, ma tepër duhet me lexu se sa me kriju.